Media europiane u Reporter I ka kushtuar një analistë të theduar çështjes së kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj duke ngritur dyshime se akuzat e ngritura ndaj tij mund të kenë motive politike. Artikulli thekson se procesi gjyqësor ndaj Veliajt nuk përmbush standardet e zakonshme europiane dhe nxjerr në para praktika shqetësuese të një prokurorie me fuqi të gjëra dhe llogaridhënie të kufizuar. Sipas raporteve të dy firmave ndërkombëtare ligjore, procesi përfshin një sër problematikash, paraburgim të dhe të tepërt, vonesa për ngritjen e akuzës, refuzime të parsyeshme të kërkesave për liri me kusht, trajtim të pabarabartë mes bashkëpandehurve dhe akses të kufizuar në prova. Përfundimi I tyre është I prerë. Çështja e Veliajt tregon shenja të qarta të motivimeve politike dhe nuk I përmbush standardet europiane për një gjykim të drejtë. Artikulli citon edhe rekomandimin e Komisionit Venecia, sipas të cilave paraburgimet e gjata të zyrtarëve të zgjedhur lokal minojnë përfaqësimet demokratike të qytetarëve. Po ashtu, deklarata e kongresmenit republikan amerikan Keith Self hell dyshime mbi efektivitetin e mbështetjes financiare të SBA-s për reformën në drejtësi, duke nënvizuar rritjen dramatike të numrit të dosjeve nga 16.000 në 200.000. EU Reporter nënvizon ndikimin njerëzor të kësaj çështjeje. Një kryebashkiak I zgjedhur me votë të lirë është I pezulluar nga detyra për pjesën më të madhe të një viti pa u gjykuar. Familja e tij përballet me rregulla strikte, vizitash në burg dhe qindra mijëra qytetarë të Tiranës janë në praktik të privuar nga përfaqësimi që kanë zgjedhur. Sipas artikullit, çështja Veliaj ashtu si rastet e mëparshme ndaj ish-presidentit Ilir Meta apo kryebashkiakut të minoritetit grek Fredi Beleri ilustron masën e errët të një prokurorie me fuqi të gjerë dhe llogaridhënie minimale, duke vënë pas sfidat e sistemit të drejtësisë shqiptare në respektimin e parimeve demokratike dhe të drejtave themelore të njerëzit.